Të dashur antarët Vatrës, të nderuar zonja dhe zotëri, kam ndërin sot të prezantoj inaugurimin e Vatrës New Jersey, e pakzuar me emrin Vata me Mëlleu. Me bekimin dhe dashurinë e gjithë shqiptarëve diasporës së New Jersey, jemi mbledhur sot të gëzojmë frutin e punës pa lodhur të kryesisë dhe antarëve të saj. Falenderojmë Dr. Elmir Berishën, kryetarin e Vatrës New Yorkut. Thank you, Rich. Thank you, Rich, for coming. Kryetari i Bashkisë Garfieldit. Falenderojmë Zotin Lirim Kaba për kontributin e dhënë tash 33 vjet për komunitetin shqiptar në Amerikë. Falenderojmë Sap Gashin për kontributin 33 vjeçar që ka dhënë për kombin shqiptar. Sipas një votimi paraprak që kemi bërë, mendojmë dhe kemi zgjedhur si kryetar të Vatrës me Mëlleu zotin Edmond Drishti. Zëvendës kryetare zonjën Mimoza Ferra. Sekretar zotin Kamer Elezi. Antar të kryesisë Nureddin Seci. Halim Mala. Ram Halili. Sadri Kërtoqi, Anjeza Shema, antare e shoqërisë Mati. Për të folur më gjatë, fjalën ja japim zotit Edmond Drishti për t'ju përshëndet dhe për të paraqitur programin e shoqatës Vatra me Mëlleu, New Jersey.
Shumë faleminderit. But before I begin, përpara se të fillu, do të kërkoj Dr. Elmin Berisha për një 2-3 fjalë. Let me begin by thanking you all for being here today. Dear friends, there's so many guys and ladies that I didn't expect to see today, and they're my friends. We've been together for many years, working for the same cause, for Albanian cause, for Albanian American, to get united and get together, do the right thing for our people here in USA, but also do good things for our people back in our homeland, territories that Albanians live, Albania, Kosovo, Northern Macedonia, and Montenegro. I'm glad here to see some wonderful, distinguished guests, Americans and Albanians, so mayors and chairmen of a Democratic Party, and then I must mention my wonderful cousin, Violeta Berisha, that I congratulate her for winning as a mayor, and perhaps one day you run for a Congress. I don't know. Zone dhe zotrin, jam shumë i nderuar që jam në mesin tuaj, i falenderoj nga zemra gjithë ata cilët u kujdesen dhe e murën për kushtimin dhe dëshirën e tyre për ta ndërtuar dhe krijuar këtë degë. Mimoza, faleminderit që fillimisht je interesuar së bashku me në kryetarin e Vatrës, zoti Alfons Grishaj, dhe kryetarin e Këshillit, si e quaj jonë Mr. Speaker, Kolec Ndoja. Këta janë kumbar të fillimit të bisedimit rreth kësaj dege, prandaj ju përgëzoj. Faleminderit. Faleminderit drejtor të Vatrës, ju falenderoj të gjithëve që jeni këtu, s'po përmend një nga një, por për kushtimin tuaj, punën tuaj të suksesshme dhe shumë dinitoze që e bëni për Vatrën. Ndoshta dal pe modestie, po është një vërtetë e madhe që me këta njerëz, me këtë konstelacion punës të shqiptarëve të Amerikës dhe Kanadas, Vatra nuk ka qenë më mirë, po them, mendohet, por to parametrat që i shohim dhe në arkivat që i kemi ne në Vatër, ndoshta që 80 vite s'ka funksionu, apo nuk ka qenë në nivelin që është sot. E kjo nuk po them që është bërë shumë ose tamam. Unë them që ky është veç fillimi. Vatra po kthehet në rrojt e saj, në rrënjët e Konicës dhe Nolit. Arsyeja krijimit të Vatrës 112 vite më herët ka qenë që të mobilizohen shqiptarët të gjithë dhe ta kanalizojnë energjinë dhe dashurinë që e kanë pasur për atë dhënë, ta ndihmojnë shtetin shqiptar, ta shpejtojnë mos ndahet vitin 1918 dhe tutje. Rolin kryesor në këtë rast e ka luajtur Vatra. Dhe ne, Vatra shekullit 21 tani, pas 112 viteve, vetëm që po luajmë rolin ton, ose po i përcjellim amanetin dhe historinë, filozofinë e të parëve dhe thellëmarrëtarëve të Vatrës. Do të thotë, energjia jonë po bashkohet rreth këto evente të tilla siç janë sot, dhe qëndrimi jonë dhe puna jonë kryesore është lobimi dhe përkushtimi jonë si shqiptar në Washington, Washingtonin zyrtar, që t'ja vlerësojmë qeverive tona dhe gjithë shqiptarëve në Ballkan një jetë dhe një paqe të mirë dhe të lirë dhe demokratike. Prandaj ne jemi të betuar që të vazhdojmë të punojmë këtë mënyrë. Kemi bë hapa të fuqishëm rreth organizimit dhe integrimit të Vatrës dhe bashkëpunimit me Prishtinën zyrtare, me qeverinë, me parlamentin, me presidentin e Kosovës, njëkohësisht njëjtën gjë jemi edhe në zhvillim e sipër, ngritje e sipër ta bëjmë edhe në Shqipëri. Mos them që me Maqedoninë e Veriut kemi marrëdhënie të shkëlqyeshme nga presidenti, kryeministri, parlamenti dhe të gjitha dispozitat diplomatike që posedojnë në Amerikë. Edhe me Malin e Zi, ne kemi marrëdhënie shkëlqyera me shqiptarë që përfaqësohen në parlamentin e Malit Zi. Ne kemi në kryetarin e parlamentit, zotin Camajn, i cili
është i zgjedhur si nën kryetari i Parlamentit në Malzi dhe ne kemi bashkëpunim të shkëlqyer me ata dhe deputetët atje. Tani, Vatra është shumë dinjitetshme. Vatra është një Mekë dhe një Vatikan i shqiptarëve në diasporë. Vatra kërkon. Vatra ka nevojë për shqiptarë. Vatra ka nevojë për energji të reja, 30 të reja. Në Vatër nuk mirët. Vatër ipet. E vetmja gjë që ne mund ta nxjerrim nga Vatra është dinjiteti, morali, njerëzorja dhe kombëtarja për ne, familjet tona dhe si kom. Ju përgëzoj për degën, ju falenderoj nga zemra gjithë juve këtu. Thank you so much. Thank you, Zotni Dr. Berisha. Come and see, like the presidents of the Vatras that came from Florida, Michigan, local, to please stand up and show that how much we've branched out. So, a round of applause. These gentlemen came from afar. Presidenta de Vatras, Secretary. It's the continuation of this hard work that we've come to branch out here in New Jersey. If you are calling English, se ko dan na per intervista Meredith Goya. So I want to welcome everybody here, dear friends and colleagues. I also want to extend my gratitude to former Mayor of Garfield, friend to the Albanians, Councilman Rich Rigolosi. Big Albanian community here now in Garfield, continuing to grow. We're now moving also into Fairview with our distinguished Mayor Violeta Berisha. And a guy who I'm proud to call Mick, my friend, the big Democratic chairman for Bergen County, who makes things happen, Paul Giuliano, please. No, not like that. Good afternoon, distinguished guests, family, and friends. I promise to keep this short. Welcome to the newest branch of Vatra Federation of New Jersey. Vatra Federation, as some of you know, was founded in April of 1912 in Boston. Albanian Americans that has historically protected the right of Albania in the U.S. and has endeavored in lobbying with the U.S. Congress about the rights of Albanians throughout the world. Through their lobbying efforts, they were able to keep Albania from being split into two parts after World War I. Lobbying with Congress and then President Woodrow Wilson, Albania remains 112 years old, the oldest known in the Balkans right now, the youngest and the oldest, but second to Vatra. Because if it wasn't for Vatra, Albania would not be as it is today. I am truly humbled to have been voted in as president of Vatra, Motherland, New Jersey. This apolitical organization has strived to keep the Albanian community close to one another. This was done by keeping the Albanian culture and traditions alive today. It has been a beacon for many Albanian immigrants, mainly one person I know, my father, looking for support in this new land. We here in New Jersey will look to continue to support this and bring the Albanian community together here in New Jersey. The New Jersey population of Albanian Americans has finally grown, that we have many cities with Albanian population starting here in Garfield. Fairview, as I said, and in Wayne. With our brothers and sisters from Struga community, they have a very strong population. They have created, if you have not had a chance, it is what we should all be striving to do because it's a fine example of having the school on property. They have a banquet hall, they receive people, and it's a very, very beautiful complex. So if we can try to strive to make even half of that, we are successful. Both my parents were from Albania. My father, Bari Drishti, from Shkodër, and my mother, Zelfia Drishti, from Tropoja. My mom was a professor of Albanian language. She graduated from College of Pristina. And my father was a singer, as many of you know, and a businessman. My parents always spoke to us in Albanian and brought us, I remember as my brother being young, we went to the Albanian Independence Day. That was once a year. We wore Albanian costumes that my mother put together, and we have pictures of that today. So it's just,
we are Americans, but we didn't want to lose our identity, right? Connected to the motherland. Today, my kids both speak Albanian for second generation, is that? Second generation. That's a very hard thing, but because the borders are open, we have communication, we've been able to travel there, go to summers, and spend time there. Here, maybe not that many people are fortunate, but if we can open up more schools here in New Jersey as well, that would help to bring the community together and keep their culture. I forgot. I'm very fortunate, and I apologize. I had to cut my speech, but this is Imam Rifat Alili, who deserves as much recognition as everybody else here. He's a professor, and hopefully he will be now teaching in Bergen Community College. Was it religious? Religion and philosophy. Religion and philosophy. If you never had a chance to talk with Imam Alili, he was going to blow your mind away. I was a police lieutenant in Hoboken, and I'm diverting here, I'm sorry. We had the communion breakfast. I brought the imam to church, and everybody was very, very impressed with what he had to say. And it was a very joyous moment in my career in the Hoboken Police Department. So a round of applause for Imam Habib. I was very lucky to meet my wife of 27 years, Ariola. Please take a stand. Who's also from Shkodër, but I think after this, I might be getting divorced. Just kidding. I'm very fortunate to be working alongside a great team of individuals that are so determined and inspired to make this branch of Vatra, Mamadeot, New Jersey, to be successful. Primarily this young lady here, who is the Vice President, Mimoza Ferrai, calling, driving, Nuruddin Setsi. We've been getting together here week after week for the past 3 months to try to make this event a special one for everybody. I know I said it won't be taking too long, but I'm getting there. To have a great team is to be successful. If the team doesn't work together, you're not going to go anywhere. That's in everything. Not here. It's also in sports, work, whatever you do. When you have a great team, you can be successful. And I think we have a great team over here together. So I'm looking for great and bright things. So in closing, in my English version, I remain humbly yours and thankful and very proud and honored to be nominated and elected for this critical role. And hopefully we'll be doing great things for Vatra, Mamadeot, and New Jersey. Thank you. I'll make this quick. I'm going to introduce you. Është një kënaqësi e veçantë për mua që sot qëndroj para jush me rastin e hapjes së kësaj degë të re të shoqatës Vatra. Ky është një hap e rëndësishme drejt zgjerimit dhe forcimit të misionit ton, duke na mëndësuar të arrijmë me më shumë njerëz dhe të ofrojmë një ndikim më të madh në komunitetin ton. How is that in Albanian? Okay. I've been practicing. Shoqata jon ka një histori të pasur të përkushtimit, bashkëpunimit dhe arritjeve të jashtëzakonshme. Është një organizatë që ka treguar vazhdimisht vlerën e saj në shoqëri dhe ndikimin pozitiv që mund të kemi së bashku. Për këtë arsye, është një ner dhe privilegj i madh për mua të qëndroj sot para jush dhe të pranoj këtë pozicionin me përulësie dhe përkushtim. Dua të shpreh mirënjohjen tim të sinqert për besimin që më keni dhënë dhe për mbështetjen tuaj. Ky është një moment e rëndësishme për mua dhe një përgjegjësi që e pranoj me seriozitet dhe përkushtim të plot. Dua të falenderoj të gjithë ata që kanë kontribuar për të bërë të mundur këtë hapje, nga anëtarët e vullnetarët e shoqatës sonë tek partnerët e mbështetjes tanë. Pa përkushtimin dhe mbështetjen tuaj, kjo ditë nuk do kishte mundur. Hapja e kësaj degë është vetëm fillimi e një kapitulli të ri dhe jam e bindur se suksesi ynë do të vazhdojë rritet dhe të frymëzojë brezat e ardhshëm. Faleminderit të gjithëve dhe urime për këtë arritje të rëndësishme. I would also like to invite Violeta Berisha to say a few words, if you don't mind.
I love seeing the Albanian community. Congratulations, Eddie Drishti, on your presidency here. To see organizations such as Vatra opening up in New Jersey makes me happy. This is my state, and it's easier to get here. I'm always here to help if anybody needs my help. I'm just humbled, and thank you all for being here today. Thank you, and I invite former Mayor and Councilman Rich Rigolosi, who's also been a big supporter for the Albanian community here in Garfield. How's everybody doing today? That's what I want to hear. So earlier today, just got to give you a little history. I went to go get something to eat at an Albanian restaurant, and right before my coffee, they had to give me tradition. That's what they bring to the city of Garfield, raki. All right, that's what I had to get. That's the tradition. First of all, if you're not from the city of Garfield, I welcome you to the city of Garfield. I know people came far from Michigan, Florida, New York, the Amman. I know he comes right from down the road over there. We have educators, professionals, all right? We have tradesmen standing in this room from the Albanian community, the rich culture they bring in to the city of Garfield. Earlier, I heard the word beacon. The United States is a beacon to the Albanians. Well, the city of Garfield, Fairview, Wayne is a beacon for the Albanians to come to New Jersey. We are a small little town of 2 square miles, and about 12% of our population is of Albanian descent. That's a lot for a town between 36 and 40,000, a city between 36 and 40,000 people. And what you bring, not just to the city of Garfield, but to the county of Bergen, where our chairman, one of the most powerful people in the state of New Jersey, runs the biggest county in the state of New Jersey. As New Jersey goes, so as the county goes, so goes New Jersey, and that's because of Chairman Paul Giuliani. And so we are a beacon, and we accept and we invite all Albanians to come to New Jersey, especially Bergen County. Wayne, all right, I understand, but that's Passaic County. But to Bergen County, because you bring that rich culture, that diversity, your values, your traditions, some things that are missing in the United States lately, but you bring it. So hopefully down the road, people will learn that values, traditions, family values, what you have will continue and make Garfield, Fairview, Wayne, Bergen County, New Jersey, and the United States great again. I thank you guys for being here, guys. Thank you very much. Enjoy the city of Garfield. Me falë se ka herë dhe emocionet kapin edhe ata njerëz më të afër haron. Do me falemndur edhe familjen teme që e ke vllain tem më i vogël atë Arben Drishti, Konata, Vera Vlaut, Konatin tem edhe miqësin ton Konati jem. Faleminderit edhe Rubin Roy për supportin se pa supportin and Pete Lulai, he's all the way in the back. Agim Shay, can you please come forward, please? Agim Shay. If you don't know, now you're going to know. You see at the back of the jacket here? He's the president. We first formed the Albanian Knights of New Jersey. We were the first ones in the parade. When the parade happened last year, we went over. We led the Albanian parade last year, and we closed the Albanian parade this year. So I belong. I'm not a president there, believe me. It's enough I have. This is the president. This is President Agim Shay, and I would like him to say 2 words too, if you don't mind, please. Good afternoon, everybody. We are so proud of our member, Eddie Drishti, that when he told me, I almost jumped on the phone. I was so excited that he is going to lead this wonderful, wonderful organization that's been here in the United States since I was here, which was over 55 years ago. We are very, very proud of him. He's got our backing, and we will support him in anything that he does, and I know he'll do a great job. Eddie, we are very, very proud of you, and good luck.
Now I'd just like to invite another person here. Again, I introduced him before, but Imam Rifati Halili. Me emrin e Zotit, të vetmit, të Ademit, të Abrahamit, të Musaut, të Isaut dhe të profetit Muhammed. Atë Zoti i cili gjithë këtë botë ka kriju me këta njerëz të veçantë, me kultura të veçanta dhe gjuhë të veçantë, e madhrojmë që shqiptarë jemi dhe ata cilët e ruajmë këtë traditë dhe këtë zakon. Milioni pikësparit përshëndes presidentin e Vatrës, Zotin Berisha, dignitaries of the town, especially Mayor Goloso and the other dignitaries here, especially një urim i veçantë për nënat dhe gratë shqiptare që sot e kanë ditën e veçantë. Ju uroj për ditën tuaj të veçantë, qofshi gjithmonë shtylla kryesore dhe ajo e cila është drita e familjes shqiptare. Gjithashtu jemi me një pranverë të bukur, kur sendet cilët iniciativat dhe nismat nisin pranverat janë të begatta, kështu që shpresoj kjo nisëm do t'jetë e begat për këtë komunitet shqiptar dhe për qytetin e Garfieldit në veçanti. Qyteti i Garfieldit ka qenë i bekuar se në mesin e veti ka dy institucione shpirtërore, e ka Qendrën Islame Shqiptare dhe ka Parkun e Nan Terezës. Tashti më ardhen e Vatrës sikur po kompletohet mozaiki i shqiptarisë në këtë qytet të vogël. Kështu që i përgëzoj iniciuesit dhe gjithë themeluesit e kësaj. Dhe e fundit e cila është tepër me rëndësi, ne gjithashtu jemi edhe në ditën e mësuesit të gjuhës dhe të alfabetit shqiptar. Të gjithë mësuesit cilët këtij kombit ja bëjnë të mundur që shkronjat t'ja mësojnë, alfabetin t'ja mësojnë dhe gjuhën t'ja trashëgojnë, Zoti i nderoft, i ngrit dhe i lartësoft dhe gjithmonë qofshin shpërimtat dhe të gjuhës. Nuk dëshiroj që ta shtoj më tepër, por vetëm do të bëj metaforën dhe simbolikën e Vatrës. Vatra për popullin shqiptar është vendi, është oxhaku tek i cili ndërtohet, kalitet dhe ngrohet shpirti i kombit. Ne antarët e saj duhet të heqim dorë nga bindjet e tyre, jo, nuk duhet të heqim dorë nga bindjet e tyre politike, as pak. Të qëndrosh mbi politikën do të thotë që antarët kur mblidhen në emër të Vatrës të merren vesh dhe të kontribojnë në dobi të kombit. Pavarësisht bindjeve politike ose individuale, ka më shumë gjëra që na bashkojnë sepse ato që na ndajnë politika. Kombi dhe shqiptaria jonë janë kryesore. Kjo është kauza jonë e pavdekshme. Kur themi se Vatra qëndron mbi politikën, kjo nuk do të thonë as pak e gjen edhe njerë që ata duhet të heqin dorë nga bindjet e tyre politike. Antarët e Vatrës gjithmonë kanë qenë mbështetësit dhe simpatizantët e zjarrt për forcimin e marrëdhënieve shqiptaro-amerikane. Shqiptarët kanë vuajtur mjaft nga diktatura komuniste, me pasoja që ende shkatrojnë popullin tonë. Prandaj, ne mbështetim plotësisht politikën amerikane për të rrituar autoritetin e Shtetet e Bashkuara në arenën botërore, veçanërisht në përpjekjet e intensifikuara të Shteteve të Bashkuara për të goditur regjimet diktatoriale. God bless America! Vatra është e vendosur të advokoj me në krye kryetarin ton, Ylmi Berisha, dhe të gjithë kryesin nga baza në deg, që Shqipëria dhe shqiptarët në Ballkan përjetësisht të kenë dhe ta dinë të gjithë që aleati strategjik dhe praktik janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vatra është e vendosur të advikojë dhe të bindë shqiptarët dhe të gjithë politikanët e botës se Shqipëria dhe shqiptarët gjithmonë do të jenë përjetësisht aleatë të United States of America. Në emrin tuaj, falenderoj qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, presidentin Trump, për kujdesin dhe për kushtimin që ka treguar dhe që do tregojnë nda gjithë shqiptarëve. Të nderuara zonja dhe zotërinj, Vatra gëzon një respekt të madh nga komuniteti shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Marrëdhëniet me institucionet fetare, organizatat kulturore dhe arsimore, shoqatat rajonale dhe profesionale janë në gjendje të shkëlqyer dhe të vazhdojnë të intensifikohen në të ardhmen, apo jo kryetar? Ne do të ecim në rrugën historike të Vatrës, duke forcuar më tepër dhe më tej edukimin e fëmijëve të diasporës dhe pasurimin e jetës kulturore të komunitetit tonë. Në 130 vjet, Vatra ka adoptuar reforma të ndryshme,
duke shfrytëzuar kapacitete individualesh dhe njohje kombëtare dhe ndërkombëtare që kanë hapur horizonte të reja për diasporën. Jemi mirënjohës për të gjithë anëtarët dhe bashkëmbështetësit për dërgimin e urimeve nga e gjithë diaspora në Amerikë, Evropë, se dhe nga çdo vend ku ata punojnë fort për të ruajtur kulturën, traditat dhe vlerat tona shqiptare. Ne kemi bekimin e të gjithë shqiptarëve të ndershëm anë mban botës dhe këto lutje dhe bekime na bëjnë më të fortë dhe më të pathyeshëm. Të dashur bashkëdhetar, fuqia jon qëndron në besimin për të ardhmen. Më lejoni t'ju premtoj para jush sot, Vatra më mëdheut e New Jersey do të justifikoj dhe justifikoj besimin tuaj dhe do të vazhdoj të intensifikoj përpjekjet dhe të shtoj iniciativat në shërbim të shqiptarëve dhe të kombit shqiptar. Misioni Vatrës është të shërbej kombit. Roft Federata Pan-Shqiptare e Amerikës Vatra, roft kombi shqiptar, Zoti bekov Shtetet Bashkuara të Amerikës, Zoti bekov Shqipërinë. God bless America, God bless Albania. Lumt goja zonja Moza ke ton, tamam si gocë vlore. Tashi Moza e tha fjalët me të drejtën ne gjithë shqiptarë jemi këtu. Unë vjen mirë që jemi bashkë, por kur i shoh gjitha këto mosha këtu dhe kur i shoh partitë politike që mbledhen në Shqipëri vetëm me pleq, zemra më dhem. Kështu që ne lam vendin tonë edhe këtu, e inshallah do Zoti e ndoj ditë gjithë të potencialet që janë këtu kthehen edhe herë në vendin tonë, ta ndërtojmë atë. Fjalën e ka antari kryesisë, Zoti Halim Mala. Faleminderit për pjesëmarrjen. Si që tha dhe më para, është shumë e vend që sot duke qenë 8 marsi, të fillojmë me një urim për festën e 8 marsit, për nenat shqiptare që pa dyshim në Shqipëri, në trojet shqiptare apo në emigracion janë bërthama e familjes dhe traditave që majnë gjallë kulturën dhe traditën shqiptare. Gëzuar festën. Në shekullin e 19 dhe fillimet e shekullin 20, përpjekjet kombëtare dhe kulturore të popullit shqiptar pati një zhvillim cilësor, which u transformuar në një lëvizje kombëtare që u quajt Rilinja Kombëtare Shqiptare. Rilinja Kombëtare Shqiptare ishte në periudhat më të fryqme dhe më të ndritshme të historisë së kombit tonë. Rilindasit tanë luftuan për rujtjen dhe forcimin e identitetit kombëtar, rujtjen e gjuhës, krijimin e një alfabeti unik, hapjen e shkollave, kërkuan rritjen e autonomisë dhe bashkimin kombëtar dhe hapen rrugën për pavarësinë e Shqipërisë nga pushtuesit otoman që u arrit në vitin 1912. Poet, shkrimtar, dietar, përthuese të gjithë në mërgim dhe të gjithë nxituar vetëm nga dashuria për atë dheun, ja kushtuan diturinë e tyre dhe mjeshtrinë e penave tyre të harta për ta ndritur siç e quajtën ato atë dheun. Vëllezrit Sami, Avdyl e Naim Frashi, Naum Veçil Harxhi, Ndre Mjeda, Pashko Vasa, Derada, Gjergj Fishta e shumë të tjerë u vunë në balë të kësaj lëvizje kombëtare. Ndër aktivistët më në zë të letrave shqipe ishte Faik Konica, i cili lindi në 1875 në Konicë Afrianinës dhe ndroi jetë në vitin 1942 në Washington DC. Konica ka qenë figurë qendrore e lëvizjes kombëtare, studiues i historisë dhe gjuhës shqipe, botues, publicist, gazetar, drejtues i Vatrës, diplomat dhe ambasador i parë fuqiplot i Republikës së Shqipërisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E përkohshmja e tij Albania ka qenë ndër tribunat e publicistikës shqiptare për 13 vjet. Vetë Konica është i njohur për erudicion, publicistikën, stilin dhe ndikimin që pati në kulturën dhe politikën shqiptare. Mësimet e para i mori në vëllinje në gjuhën turke, arabe dhe greke, më vonë ai fliste rrjedhshëm 7 gjuhë, duke përfshirë anglisht, italisht,
frangjisht e spanjisht. Në moshën 21 vjeçare nxori numrin e parë të revistës Albania, që u botuar në 1999. Vjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku drejton gazetën Dielli dhe më pas gazetën Trumpeta e Krujës. Ai ishte një nga themeluesit e Federatës Vatra më 1912 dhe bashkë me Fanolin ishin dy udhëheqësit kryesor të lëvizjes kombëtare shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si të tillë, shkuan në Londër për mbrojtjen e çështjes kombëtare në konferencën e ambasadorëve. Konica u zgjodh kryetar i Kongresit Shqiptar të Triesës, që u mbajt në vitin 1913 për të kundërshtuar coptimin e trojeve shqiptare nga fqinjet dhe armiqt e Shqipërisë. Konica njihet edhe si shkrimtar, disa nga botimet e tij janë Shqipëria dhe Turqit, Gjuha jon, Mallkimi i Memëdheut, Dr. Gjilpera dhe Shqipëria, kopshti shkëmbor i Evropës Juglindore. Padyshim që është një nder dhe detyrim jashtëzakonisht i madh të jemi antar, aktivist apo simpatizant të një organizate me një emër, histori dhe aktivitet kaq të lavdishëm si ai i Vatrës. Natyrisht që kolosët e Vatrës, Faj Konica dhe Fanoli ishin gjigant të mendimit shqiptar dhe po kështu ishte kontributi i tyre në çështjen e kombit. Por punë të mara pranojnë edhe kontribute të vogla dhe modeste. Siç ne mund të ofrojmë dhe nëse ne bashkojmë forcat dhe afrojmë sa më shumë bashkëdhëtar dhe simpatizant në aktivitetin tonë, atëherë do të mund të lëmë një gjumë në komunitetin tonë. Shpresojmë që kjo të ndodhë dhe shumë faleminderit për pjesëmarrjen. Nuk mund të lëm pa përmend edhe zotin Grishaj nga Shkodra, nga Shkodra e Kulturës, e Shkodra Sportit, Shkodra Art, kështu që zoti Grishaj, nënkryetari i Vatrës, e ka fjalën. Mirë se u gjetme, është kënaqësi që kryetari Berisha, doktor Berisha, sekretari i Vatrës, doktor Camaj, shefi juridik, Bashkim Musabelliu, drejtori i degëve Mondi Rakaj dhe bashkëpunëtori i 35 vjet dhe pishtari i demokracisë Kolesnoja. Sigurisht. Këtu kemi dhe një personalitet doktor shkencash i cili drejton gazetën Dielli dhe në të gjithë këto vite nuk ka qenë më mirë dhe më lartësin e duhur se sa sot. Kur me kanë thanë Moza, se kështu, kjo është bashkëpunëtore jona për demokracinë 35 vjet, kur më kanë thanë që në këtë ekip, në këtë ekip është Edi Drishti, një familje shkëlqyer shkodrane. Kur më kanë thënë që është Moza, Virgil Kule, personalitete që jeni këtu të gjithë, kam thënë, ja vlen që të ngrejmë degën e tretë të New Jersey, e cila do t'i parapri dhe 2 degëve të tjera që është 2 njerëz të mrekullueshëm që i drejtojnë. Në mesin tonë po prap kemi një njeri legjendar i cili është Besim Malota prej Dardaniet, që ka 40 e sa vjet që merret për çështjen kombëtare. Dhe ne lutemi për shëndetin e tij se do ta muajnë dhe një smundje të rrezikshme që e ka kap dhe do të jetë përsëri në qendrën tonë. Ju fol aq bukur sa mu më latë pak bosh. Megjithatë, unë du m'ja ba më të thjesht, si janë përshudër reale, tashti që edhe mos ta zgjasim, se sigurisht do t'jeni edhe të lodhur, është janë përshudër reale që do të firmosin kryetari i Vatrës bashkë me kryetarin e ri të sapo zgjedhur. Dhe sigurisht, duke i uru të gjitha të mirat dhe duke thënë dhe duke lutë Zotin
ashtu që ishte një fjalë mrekullueshme e imamit, i cili i paqim edhe jeni udhëheqës shpirtëror, të cilë me imam Vebi Ismailin dhe baban e Teqes që ka qenë baba Regjepi, jeni figurat më të ndritura se mos kishte pas besim, fe, na do të kishim sot atë dhe. Sigurisht që Vatra merret me politikë kombëtare. Dhe kur them me politikë kombëtare, Vatra nuk merret me politikë partijake. Pra, ashtu si që tha dhe Moza, Vatra është mbi partit. Tash i do të thot dikush, po si që janë ka Vatra mbi partit, kur atje po bajnë, po ullheqin shtetet e. Ashtu si që tha edhe doktor Berisha, sikur mos ishte Vatra, edhe një nga ju këtu që foli, sikur mos ishte Vatra. Dhe definicioni atë dheut, i cili i thirri njerëzit më të përkushtuar për ta ngritur këtë organizat, ndoshta do të ishte shumë e vështirë që të kishim një dhe shqiptar. Prandaj, kjo organizat është më tepër se e shenjtë. Më tepër se e shenjtë, ashtu si që tha dhe imami që të falemnderoj nga zemra, edhe ashtu si që tha edhe miku im, bashkëpunëtori im, Vatra është një mini Vatikan për çështjen kombëtare. Dhe sigurisht, ju, personalitetet e kësaj dege, që ne i kemi pa, jam kredi sigur dhe që ju do të qoni shumë më përpara Vatrën, edhe shpresojnë Zotin gjithat mirat për degën tuaj të re. Zoti ju bekoft. Kjo është momenti më i bukur, firmosja e... I know you're going to respect the laws one by one. So, thank you. You can't deviate. Shiko, kanë thënë herët, po ke shkodran të na i bën. Vetëm një se bën, po kjo ka bën edhe ata. Black or blue? Remember there. Okay. And then one more time. Zoti Capgashi dhe Lirim Kaba paraqiten këtu për kontributin e shquar që kanë dhënë për 35 vjet të thonë edhe ta fjalët e tyre. Zoti Capgashi, i lutem, përpara se t'u japim fjalët dy njerëzve të nderuar, për të cilët për 30 vjet që unë kam në Amerikë, më kanë bërë mua të ndihem e vogël me kontributin pa grada dhe pa ato metalet që kanë dhënë për shoqërinë shqiptare në Amerikë, unë do të them dy fjalë për shokun tim të universitetit, Kolec Ndoja nga Shkodra dhe unë nga Vlora, ishim në inxhinieri mekanike student. Dhe flisnim çdo ditë se si do ndryshonim qeverinë komuniste me atë demokratike. Nuk u arrestuam, por u goditëm, kur organizuam demonstratat studentore dhe krijuam the first Democratic Party in Albania. I almost married him, but he was very nervous since. So if I knew you would be so rich, he should be mine, but too late. Ishte ishta me thonë se si lini kjo ideja, sepse si që thanë në zëtnit, ka i herë nga të rohen ana, për shembull nga të rojnë partit, me shoqatat me federatat, dhe është mirë me skjaru ndryshimin, edhe kur vinë për shembull partit me u taku për i trojeve, për diasporën, ka një ndryshim. Partit përpiqen me marrë diasporën, të shbile që të pakën kanë rrit me votu, me marrë votën e saj, për me majt atë pushtet atje. Dhe ndryshimi kur biseduam me Mozen, ndryshimi mes Vatrës dhe interesimit në i partjakut, edhe pse Moza mund të kenë ba disa pyetje tjera, i thëmë,
me i fjalë, organizata kryesore e diasporës për kombin shqiptar dhe gjithë përmbledhëse e shpirtit shqiptar, ai shpirt që i vazhdon dhe nuk ka kohë si që shpirti një komit, pra që ndoshta fillon qysh me linjen e tokës, qysh te Kastrioti, që frymëzon rilinasit, dhe qysh me këtë diaspor që frymëzohet prej Vatrës, përmbledh gjithçka deri në ditën finale, që është Bashkimi Kombëtar Shqiptar. Ne mund të krijojmë shumë shoqata, mund të krijohen shumë parti, mund të krijohen shumë fe, mund të besojmë gjitha këto, po çadra e përgjithshme ku guron shpirti i shqiptarisë është Vatra. Dhe është jo vetëm pse ka bekimin e kolosëve, por është sepse janë pikërisht ata shqiptar që ndoshta dikur pështunën Romen, ata që i dhanën bocë shtetar, pushtetar, pap, imperator, ata shqiptar që u ndodhen në kryqëzim të historisë dhe u ngritën prej ashës, pikërisht me rujt atë gjuhën tonë të bekume, Shqipen. Pra, kur vërejmë shok e miq, që i përpiqen me dhanë diçka për komin, ju lutem mos e shihni se për në Vatrën keni më marrë diçka, vetëm keni me dhanë, dhe më e thjeshta që ju në them, janë dy martesa. Martesa prej Zotit dhe martesa me kombin. Dhe sot, kjo dek ka ba martesën me ndihmu kombin, me bashku kombin, dhe është më e bukur. I wish I translated these words in English, but I'm going to say a few words. It is God works in a mysterious way for a nation who was born free and by God's gift have a beautiful place on earth and a beautiful language, ends up for the day of freedom in the house of the freedom in the United States. And it's the genius of our founders of Albanian Federation of America Vatra, that they placed this organization in the heart of the democracy in the United States. And with the blessing of United States, two free souls merge, and we are very blessed to give our best to this country and to receive nothing but blessing for our country, our land, our nation, our soul. Thank you. Lirim Kaba, ju lutem, 25 vjet më parë, unë kam qenë yra në gjykatën e lartë të New Jersey-t si oficere dhe pajtimore, dhe aty njojta ne njihemi nga fytyra, po më tepër njihemi nga zëmra. Dhe ajo zëmra e Komitetit Shqiptar është Lirim Kaba. Por ju faleminderit krejt dhe moza për thirrjen. Kemi shumë punë për bëmën. Zotni kryetar Eri Lutene, do ta kesh për krahen time çdo herë, edhe do të punojmë bashkë. Faleminderit. Sap Gashin, një kombëtar nga Prishtina e Kosovës, kur e kam tuakuar për herë të parë, leqe e pyeta ta martoj burin apo jo, dhe erdhi më bëri blesin, e vendosi Saba, dhe në gjumë më dolin 6 të mëngjesit, edhe kur jam martuar.
Atëherë përshëndetje për gjithë, si që ta muza jam Sabgashi nga Washington DC. Ju uroj Mozës, Zotit Drishtja, Ilmi Berishës, kryetarit Vatrës, për organizimin dhe zgjerimin e Vatrës, do Zoti sa më shumë dhe më shpejt, për këtë moment që jemi me geostrategjik, që duhet të jem bashkë, pa morë parasysh partijeve politike si që ta Moza apo feve, jemi adhetarë, jemi një këmbë, një gjuhë, një flamur. Të him në atë ambrellën ku duhet të jemi dhe të punojmë bashkë sa më shpejt. Urime e ju priftën vara nënav dhe motrave urime të të morësi. Faleminderit. I'm almost remiss. We have Alban Gaba, who is the president for Albanian Alliance. He started here in New Jersey, which was good. Alban is always trying to help the community in organizing things. Just an acknowledgement there. My friend, I have two Peters. Pete Delovich, who came and was going to help me support over here in Vatra. And I have Petrit Zushoja, Shkodronin tem prej Michiganit që bane u Lastly but not least, një dorë të kitje edhe prej përnarin që na ka dhanë mundësin me majtë këtë ditë spektakull të të Gostili Cafe, Gamberi Elezi. Edhe një dorë të kitje për ta dy miqtë e mi, Edmond Nikola edhe Tan Papa që gjithmonë na shoqënojnë pa pretesë nga ana muzikës o speakerët. Tashti, shumë faleminderit edhe për jush që kushtut i këtë ditë, 2-3 orë, ditë shtune, për me na urdhnu këtë ditë historike. Është një kënaqësi e veçantë për mua në rolin e sekretarit të Vatrës. Të jam këtu me një udhëheqësi briljante të Vatrës. Jo vetëm të flasim për historinë e për të kaluar tonë, sepse është një histori e veçantë. Vatra është në gjenin shqiptar. Por kjo ditë fillimi pranverës, është një ditë që tregon se edhe ne, kjo gjenerate e jona, gjenerate që disa dhe kanë linë në Amerikë, ose janë të urrit në Amerikë, e kem obligim, e kem borxh për të kaluarën, për këtë kaluar historike, që edhe ne të lajmë gjurmë në këtë tokë, në këtë vend. Dhe duke lënë gjurmë për këtë histori, të lënë për ata që të vinë pas nesh, sepse fëmijët tanë, gjeneratët që të vinë pas nesh, do thonë çka keni bërë ju, ku jeni kanë ju. Dhe këtu, kjo ditë është një dëshmi që jemi këtu, dhe do të bëjmë shumë për Vatrën, për komin, jemi mbi partitë politike, por jemi një të gjithë të bashkuar, gjithmonë të bashkuar. Kjo është një ditë e madhe, kënaqësi për mua, krenari për mua të kam mikun tim Edi Drishtin afër. Ju falenderoj shumë. Urime, sukses. Një dorë të kitje për Noli TV, që është televizori i Vatrës. Çdo herë që kena mbledhje historike, Noli gjithmonë është e gatshme. Shumë faleminderit, u kthefshim gëzime. Zoti i rujt. Kënaqësi e madhe është, edhe nder i madh që gjithmonë Vatra po zgjerohet. Edhe kur kem njerëz si kur jo që punoni edhe veprani, edhe e bëni të pamundshmën të mundshme. Dhe sot unë të përgëzoj si një kryetar i ri këtu në New Jersey. Si po e ndjen veten sot? Valla jam shumë mirënjohës që i kena hap degën e tretë të Vatrës këtu në New Jersey, një shtet që kam lënë të në New Jersey, edhe përgëzohem se sa ma shumë tash janë hap shqiptar, Garfield, Fairview, Wayne, është edhe një respekt madhe se Vatra është 112 vjetë, pa ba 113. Nuk është ne pun letë, po ta përmendohem me grupin ekipim që kemi, me ba veprat të mdhaja në kohën e ardhshme. Sa bukur po të nglën zërit me qenë se ke lind këto, je rrit këto, edhe flet shqipen aq bukur edhe aq ëmbël. Si e thu këtë? Faleminderit, po kam pas nanën mësues, gjithmonë na flitë, kena folën shqip në për shtëpi. Shqyqyrë su hapën dyrë të Shqipnis në 90-ën, që bani mundësia me shku në Shqipni, edhe me forcu edhe dialektin shkodran, edhe morë edhe nusen, të shkuke edhe nusen për Shkodër, nga ana gruas. Atëherë, të përgëzoj me këtë punë shumë të mirë, me qenë se ti sole sot njerës, figurat prej senatorëve
kryetarin e komunës, solle njerëz me emrat mëdhaj. Me të vërtet mu dok vetja këto në këtë vend thuhet se kjo vatër ka qëndru me shumë vite. Kjo është një privilegj i madh. Po, kjo është mundësia që e kam këtu në New Jersey. E lemo në rritun tu, aja, se thonë ta community outreach, networking, se thonë ana, një këtë mundësi që e kam, edhe është një mbështetje fort nga qeveria. Me pas Congressman Gottheimer, inshallah bëhet governor tash New Jersey, kena pas Democratic Party leader Paul Giuliano, kryetarin e bashkisë Fairview Violeta Berisha, ish kryetari i Garfieldit Richard Golleri, na kja mbështetja fort nga amerikanët edhe shqiptarët që kanë me na ba mundësi me me na hap rrugën. Atëherë, unë nuk do të lëm vetëm me këtë intervistë, atëherë ti do të jesh i ftuar në televizionin tonë në Rock Hill Community TV, ku do të vish atje dhe do të tregosh për punën tënde edhe më shumë edhe më të suksesshme. Falenderojmë shumë. Me gjithë kënaqësi, shumë faleminderit për jush. Faleminderit. Sekretar, si e mendon për çdo thuajse gati, jam ka e kuptoj një gjë, për çdo muaj vatra po përhapet. Vetëm kur dëgjoj, Noli hadese po hapet edhe një deg. Si e përshkruan këtë bukuri? Kjo është një aktivitet i vatës të vitet e fundit ka qenë jashtëzakonisht në nivel. Ne kemi pas një angazhim të veçantë dhe krijim ose formim të disa degëve të cilat janë shumë breslance. Fillimisht kem pas degë në Chicago, në Boston, në New Jersey, kjo është e treta në New Jersey që është formuar dhe këtu në këtë ditë sot. Çka është rëndësia e kësaj se ky komunitet ose ky rreth këtu shqiptar është një qendër jashtëzakonisht vibrante shqiptare në këtë rrethin e Garfieldit në Bergen County dhe patëm sot se prezenca e përfaqësuesve të shtetit amerikan, të shtetit lokal në nivel lokal natyrisht edhe në shtetin federal, pastaj patëm edhe kongresistin Gottheimer këtu, është një tregim, një dëshmi që vatra ka rëndësi të jetë këtu, të ketë qendër këtu në këtë komunitet shqiptare që është i zgjeruar dhe me shpresë të vazhdojmë punën e mirë sepse ky është misioni ynë që të përdorim këtë edhe shqiptarët që janë të integruar në vendin e vet këtu në SBA, në veçanti në këtë vendin ku jemi, që të kontribuojnë për të mirën tonë kombëtare, natyrisht duke qenë amerikan të mirë, të jenë dhe shqiptar të mirë. Atëherë sekretarun do të falenderoj shumë ty se po na jep punë edhe neve që jemi bashkëpunëtor të vatrës. Besoj që çdo ditë po rritet kapaciteti edhe numri i çdo antarëve, çdo shtimi të antarëve. Faleminderit shumë edhe ishte kënaqësi e madhe. Kënaqësi dhe për mua është obligim për ne që të bëjmë këtë që të mundohemi të lëmë gjuhën për gjeneratët që vinë pas nesh. Faleminderit. Gjithmonë punojmë, gjithmonë nderohemi, po kur kemi njerëz tanë që punojnë shumë vite, edhe në fund dalin edhe i thonë vetes, ja çka kemi bërë sot. Kjo është një nder i madh që e kam pranë zonjën Mimoza, Kule, ju jeni bashortja e Virgin Kules. Njeriu më të shuar në gazetari, moderatori më i njohur shqiptar në Mban. Besoj që sa të qoftë ai ta ka dhënë pak këtë farë energjinë pozitive. Si e mendoni sot? Si ju duk kjo ditë edhe pam se ju ishit shumë e harreshme sot? Misioni ynë për vatrën është misioni çdo shqiptari, është ndjenja e çdo shqiptari që ta bëjmë Shqipërinë sa më të bukur, që vlerat tona shqiptare t'i ngrëmë sa më lart dhe gjithë frymën e demokracisë që jetojmë ne këtu ta përçojmë në kombin tonë shqiptar. Unë kam dhe një histori dhe çdo njeri ka një hero, edhe heroi im ka qenë babaim. Babaim ka qenë një patriot, ishte në luftën e dytë botërore dhe luftoi me patriotizëm në Kosovë dhe në Gjakovë, ku u mori 7 plumba dhe në gjilin e Gjakovës ai ka qenë në koma 1 vit e gjysmë dhe shqiptarët e Gjakovës i dhanë jetë mbrapa. Kur u kthye ai në Shqipëri, ai më ushqeu me ndjenjën kombëtare dhe babaim ka vdekur për 41 vjet me qulimin e Kosovës në krevatin e tij. Fryma e tij kombëtare, fryma e gjithë patriotëve, fanorit Konicës na e përçojnë dhe ne prandaj jemi këtu. Dhe fryma e prindërve tanë dhe patriotëve tanë na solli sot të bashkuar këtu. Uroj Zoti ta bekoj shqiptarët atje ku janë, Zoti të bekoj Amerikën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nevojë për zonja si që jeni ju me një energji pozitive, me një energji shumë brillante. Me të vërtet, gjatë bisedës e juaj, gjatë rrëfimit të juaj, ju keni folur me shpirt dhe me zemër. Të përgëzoj dhe të uroj për këtë vatër të re, këtë qendër të re, të punoni sa të mundemi që të zgjerohemi edhe më shumë.
Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj dhe faleminderit për intervistën. Knatësi, faleminderit. Gjithashtu. Listen, I gotta tell you something. When you mention Raki, Rocky. it means something to me. It burns when it goes down me. It must go down nice with you. Right? You're used to that, right? Oh, man. I am so happy to talk to you. You are the mayor of the town here, and Yes. then you are so into Albanian community. That's right. What did you see to those Albanian community? What did you see to those people? You know what I see when they come to the city of Garfield or just in Bergen County is that they bring their tradition, hard work and tradition. They don't come here looking for handouts. They come in here to work and work hard. It's unfortunate. Some of them come with degrees from colleges and everything like that, but yet because of the language barrier, they got to settle for other jobs, but they're willing to settle and work hard to establish that American dream so their kids can move forward and everything like that. They are hardworking individuals. They bring that rich culture and heritage to the city of Garfield. That's what I say. That's what I like about them. And they bring that Rocky. Forget about it over there, that Rocky. For how many years you've been mayor of the town? 8 years. You are very, very well known to this town, and Yes. then your impression, your energy, your positivity to this people. Believe me, I am so proud of to have you, to talk to you guys, to share good things with us, and then I just want to say thank you very much for all your contribution, whatever you're going to do for this community. It's what they do to the community. Let me tell you that right now. I don't do anything. I just support them. I will support all my residents, but I see the positivity they bring. They bring some energy to the city of Garfield. Garfield is a small 2-mile square with about 36,000 residents, and we have about between 10 and 12% of them are from Albanian or Albanian descent. I'm also a middle school principal with about 1,000 kids in my school. And out of that 1,000 kids, I have about 10% of them come from Albanian descent. And they bring this just, positivity, hard work, and energy. And they carry that. They carry those values. And people see that. That's why, it makes Garfield, we said earlier, a beacon. That's why, they want to come and live in the city of Garfield. I wish I can spend probably another day or 2 days with you. Oh, you I gotta can come on enjoy it. down. Looks like you're Italian, right? Yeah, I can tell you're Italian. Yeah. Italian and Albania, they get along so well. We're family. We are La almost same familia. people. We're La familia over Thank you here. very much, Mr. Mayor. I really my appreciate pleasure. it. I give you a hug. I give you a hug over here. Thank you so much. God bless. Sa kënaqësi është më ardhen të ky restorani Gostili. Kush është ky Gostili? Gostili është një fshat në qytetin e Kukësit. Edhe si ka arë kjo ideja me bo ushqime. Prit. Që pas ka burek, ha? Po, traditën e Shqipërisë, kena gjitha ushqimet shqiptare. Okej. Njerëzit i preferojnë shumë. Atëherë ku mund t'ju themi njerëzve shqiptar që vinë ta gjejnë këtë restoran? Mundet me na gjetë në Instagram. Okej. Adresën? Adresa 279 Harrison Avenue, Garfield, New Jersey. Atëherë, pra ju faleminderit shumë edhe se ndjeve veten sot që është u hap edhe një degë e re vatrës. Jam shumë i gëzuar si gjithë pjesëtarët e tjerë për këtë degë të re. Faleminderit shumë.